parlament lëvizja vendosur. Po për kuvendin, po për qeverinë, jo domosdoshmërisht për presidentin. Tjetër, e kualifikuar me 80 për të cilën s'kishte marrëveshje. Për cilat duhet bëj marrëveshje. Dhe kjo tregon që pa marrëveshje nuk zgjidhej. Po për marrëveshje është mes 2 palëve, 3 palëve, apo nuk ka marrëveshje të njëanshme. Dhe LDK-ja kërkon të marrëveshje të njëanshme. Na i japim 15 nënshkrimet janë presidentin. Ku ke po mbrë kështu? Po. Po s'ishte kjo marrëveshje, derisa s'kishte marrëveshje si mund ta kërkosh këtë. Prandaj është bllaf elektoral. Kjo që Vjosa Osmani nuk e zgjodhi vetëvendosje. Jo, Vjosa Osmani nuk e propozoi fillimisht për ta bërë kandidate për presidente, nuk e propozoi askush. As Lidhja Demokratike e Kosovës. Jo, Lidhja Demokratike e Kosovës. Nuk e kishte fuqinë. Edhe po donte nuk e propozonte dot, sepse nuk e kishte 30 nënshkrime. Për nuk propozuar një kandidat duhet 30 nënshkrime. Por Vjosa Osmani nuk pranonte të shkonte si kundër kandidate veçëm si propozim. Vjosa Osmani donte të ishte presidente. Donte të ishte presidente konsensuale nëse jepnin votat. Dhe nga 300.000 qytetarë potencialisht me kushtet të plotësuar. Sipas premtimit që kishte bë Kurti para zgjedhjeve. Për të qenë nga 300.000 qytetarë të Kosovës që i plotësojnë kushtet për të qenë president, secili do doje të ishte president. Absolut. Edhe pse mos ishte, po sigurisht. Po pse të ishte kjo zonjë asaj, shikoni. Kemi trajtim problematik të kësaj çështje me të pavërteta. Zonja Osmani fillimisht duhet i kishte 30 nënshkrime, i pat 15 nënshkrime kushtimisht të vetëvendosjes, i thanë na e sill listën. Vjosa Osmani donte të bëhej presidente pa vullnetin e vetëvendosjes, se edhe po donte s'bëhej dot. Askush nuk bëhej president pa vullnetin e vetëvendosjes. Kaq është e thjeshtë. Dhe ajo disa herë ka ofruar dhe ka sqaruar publikisht që unë jam e gatshme edhe për një mandat tjetër do të vazhdoj punët e mia. Dhe në fakt ka thonë që unë do të vazhdoj jetën politike, pra do të angazhohem. Qoftë si presidente, qoftë në jetën politike, e ka bërë qartë kohë përpara. Po kjo pjesë është okej. Tani, absolutisht. Tani, jo, rregull është. Unë problemin e kam që vetëvendosje vazhdoj me teatrin deri në 12 të natës, duke thonë, e janë i vot tani, por donte që t'ja votonte presidentin që propozonte vetëvendosja. Jo, një propozant, një kandidat pa që është marrë vesh. Atë e shohën të teatr të panevojshëm që ka mujtë mu zgjidhë ndryshe, po të ekzistonte. U bë ka që s'bën të votohet kandidati që propozon vetëvendosje sa ajo po dën, po bën të votohet kandidati i LDK-s që e propozon. Pra, me që s'bën vetëm i vetëvendosjes, pse bë ka vetëm i LDK-s? Shikoni, këtë trajtim gabim i logjik shumë. Pra është një faj gjitha partive politike që nuk kanë arritur të merren vesh për një amash paraprakisht. Absolutisht po. Dhe këtu nuk ka amnesti, vetëm se kur flitet për zonjën Osmani, si me thonë, atë të miren në vot, Lidhja Demokratike e Kosovës e merr në këtë rast kur zonjën Osmani e paraqet si kandidaturë që nuk ju pranua, dhe tani ata e kanë brenda, dhe kjo është e pavërtetë. Sepse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e propozoi fare zonjën Osmani dhe kanë bërë gabim. Absolutisht kanë bërë gabim, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës ka qëndosur në 7 takime, 6 takime sa zoti